i vetë një hotel, nëse ka një që 629 në Lungomare i jep hotel, është Hotel Duka, është vije parë, ka 74 dhoma, ka 70 plazhe këtu, dhe tani është një çmenduri i kuaj ikë të shkon. Nisja e sezonit turistik në Vlorë ka nxjerrë në pa njësër problematika që lidhen me ndarjen dhe menaxhimin e hapësirave publike në vijën bregdetare. Një nga rastet që kanë ngjallur debat dhe shqetësim lidhet me Hotel Duka, një nga strukturat akomoduese më të mëdha në qytet, i cili këtë sezon ka mbetur jashtë hartës së ndarjes së stacioneve të plazhit në zonën e Lungomares. Sipas pronarit të hotelit Adhurim Duka, struktura që ai administron plotëson të gjitha kriteret ligjore për t'u pajisur me një stacion plazhi në vijën e parë bregdetare. Megjithatë, pavarësisht kapaciteteve që ofron dhe faktit që prej 7 vitesh ka funksionuar me një hapësirë plazhi në të njëjtën zonë, këtë vit hoteli nuk është përfshirë në ndarjen e sipërfaqeve të plazhit. Hotel Duka konsiderohet si një nga strukturat më të mëdha akomoduese në Lungomare, me 74 dhoma në dispozicion të turistëve. Referuar vendimeve dhe akteve nënligjore në fuqi për menaxhimin e plazheve, strukturat hoteliere kanë të drejtë të përfitojnë hapësira plazhi në funksion të kapaciteteve të tyre akomoduese. Konkretisht për çdo dhomë plazhi parashikohet vendosja e një çadre dhe 2 shezlongëve në shërbim të pushuesve që zgjedhin të akomodohen në hotel. Pikërisht mbi këtë bazë, pronari i hotelit pretendon se përjashtimi nga ndarja e plazhit krijon një situatë të padrejtë dhe dëmton jo vetëm aktivitetin e biznesit, por edhe cilësinë e shërbimit ndaj turistëve. Hotel Duka, hoteli me kapacitetet më të mëdha akomoduese, është lënë pas stacion plazhi këtu në vijën e parë të Lungomares, edhe pse është një ndër hotelet më të vjetër dhe ndër më të mëdhenjt në këtë zonë dhe ku duhet të trajtoj me plazh sipas të gjitha rregullave dhe ligjeve, për arsye të cilat nuk dihen, por që i din vetë institucionet, nuk ka ndodhur kështu. Hotel Duka është gjithashtu një ndër hotelet që ka një kontribut të madh edhe për finansat dhe ekonomin e qytetit bregdetar të Vlorës, duke derdhur të gjitha detyrimet dhe taksat në arkën e shtetit. Hotel Duka është një markë e njohur, jo vetëm për kontributin që ka në qytetin e Vlorës, por edhe për pritjen e shumë autoriteteve vendase e të huaja, ku shumë ministra dhe ambasador, por edhe personalitetet tjera vendase dhe të huaja janë akomoduar në këtë hotel, që për çudi sot nuk ishte lënë i lirë as 1 metër plazh. Mungesa e një stacioni plazhi në vijën e parë e vendos hotelin në vështirësi përballë klientëve, të cilët rezervojnë dhoma, duke pritur që të kenë në dispozicion edhe shërbimet përkatëse në plazh. Shqetësimi është paraqitur drejt për drejt dhe Ministrit të Turizmit dhe Sportit Blendi Gonxha gjatë vizitës dhe inspektimeve që ai ka zhvilluar në Vlorë në kuadër të monitorimit të sezonit turistik. Pronari Adhurim Duka ka kërkuar ndërhyrjen e institucioneve për të gjetur një zgjidhje sa më të shpejtë, duke i kujtuar ministrit se për këtë çështje ka paraqitur edhe kërkesa zyrtare pranë institucioneve përgjegjëse. Gjatë bisedës, Duka ka theksuar se hoteli i tij është i vetmi në zonën e Lungomares që plotëson kushtet dhe kriteret për të pasur një stacion plazhi në funksion të kapaciteteve akomoduese, por që aktualisht nuk gëzon këtë të drejtë. Ai ka kërkuar që situata të rishikohet dhe të zbatohet në mënyrë të barabartë legjislacioni që rregullon administrimin e hapësirave bregdetare. Nga ana e tij, Ministri Gonxha ka pranuar se në terren ekzistojnë problematika që lidhen me menaxhimin e plazheve dhe zbatimin e skemës së ndarjes së tyre. Gjatë inspektimeve të zhvilluara në Vlorë, ai ka evidentuar edhe raste të tjera ku ka patur ankesa nga operatorët turistik dhe bizneset që ushtrojnë aktivitet përgjatë vijës bregdetare. Çështja e Hotel Duka vjen në një moment kur Vlora po pret turistët. Disponimi një hapësire plazhi është një element i rëndësishëm i paketës së shërbimeve që ofrojnë përpushuesit, veçanërisht në një zonë si Lungomaria, ku plazhi mbetet atraksioni kryesor i sezonit veror. Përfaqësuesit e hotelit shprehen se nuk kërkojnë trajtim preferencial, por vetëm zbatimin e rregullave dhe kritereve që janë përcaktuar nga vetë institucionet. Ata argumentojnë se kapacitetet e hotelit, numri dhomave dhe investimi kryer ndër vite justifikojnë plotësisht pajisjen me një stacion plazhi në vijën e parë, ndërkohë pritet që institucionet përgjegjëse të shqyrtojnë kërkesën dhe të japin një përgjigje përfundimtare mbi këtë rast, i cili ka rikthyer në vëmendje debatet mbi mënyrën e ndarjes së plazheve dhe respektimin e të drejtave të strukturave hoteliere gjatë sezonit turistik. Në një qytet që ka turizmin shtyllë kryesore të zhvillimit ekonomik, zgjidhja e këtyre problematikave mbetet thelbësore për garantimin e një sezoni sa më të suksesshëm për bizneset dhe pushuesit.